bashkë me prorektorën për bashkëpunim dhe marrëdhënie ndërkombëtare për Kolegjin AAB, Venera Allunjen. Me aktivitetet të shumta në fushën akademike të shkencës dhe në fushën e kulturës, në Kolegjin AAB ka përfunduar java ndërkombëtare për staf. Venera Allunje, prorektore për bashkëpunim dhe marrëdhënie ndërkombëtare në Kolegjin AAB, ka theksuar se kanë realizuar aktivitete të shumta që janë zhvilluar në këtë kolegj, ku janë ftuar edhe partnerët e tyre nga shtete të ndryshme evropiane, e së fundmi ku janë shpërndar edhe mirënjohje për ata. Profesorisha, mundesh më na tregu se si ka shku krejt kjo javë duke marrë parasysh se sa pjesëmarrës ka pasur nga shtete të ndryshme të Evropës? Mirë mëngjes, faleminderit për ftesën dhe faleminderit që ishit me ne, keni qenë të pranishëm pothuajse gjatë gjithë kohës. Kjo javë ka qenë jashtëzakonisht aktive. Kemi pasur dikun rreth 30 përfaqësues të institucioneve të ndryshme të Evropës dhe të Turqisë, si dhe të rajonit, patëm edhe nga Bosnia dhe Hercegovina, kemi pasur dhe nga Shqipëria. Java ka qenë mbushur me aktivitete të ndryshme, me konferencë ndërkombëtare, me tryeza, me seminare, me takime individuale të përfaqësuesve të institucioneve të ndryshme në fakultetet tona, me dekanët, me studentët. Pastaj kemi pasur dje një vizit në për Kosovë, kemi vizituar Prekazin, sepse është e rëndësishme të njohin pak edhe historinë tonë, dhe më pas kemi vazhduar edhe në pjesët e bukura të Kosovës, kemi vizituar Radovcin, Prizrenin. Për ndryshe, të gjitha aktivitetet kanë qenë në kuadër të javës ndërkombëtare. E kam thënë edhe njerë më parë që kjo është radha e 4 që ne organizojmë javën ndërkombëtare dhe për çdo vit kemi më shumë mysafir. Ajo ka potencuar se së bashku me partnerët evropian kanë vizituar shumë monumente dhe hapësira historike të Kosovës në mënyrë që të njoftohen për historikun e vendit nga afër. Ka një ndikim pozitiv e theksuar se është 4 vit të radhazi, por cili është mesazhi më i saktë që don ta përçojë java ndërkombëtare e stafit pikërisht përmes këtyre aktiviteteve? Aktivitetet kanë të bëjnë edhe me inicim të projekteve të ndryshme ndërkombëtare, kështu që kjo është një prej synimeve tona, pastaj vizibiliteti i Kolegjit AAB në arenën ndërkombëtare, si synim tjetër i yni, dhe kuptohet edhe bashkëpunimi për shkëmbim stafi dhe studentësh, po ashtu edhe për hulumtime të ndryshme që lidhen edhe me pjesën e shkencës dhe të botimeve, kështu që të gjitha këto kur ngërthehen kanë të bëjnë me atë që të gjitha institucionet arsimit të lartë synojnë. Besoj që edhe për mysafirët ka qenë një javë interesante dhe kanë nxjerrë edhe ata mjaft mësime prej nesh. Kështu që ky bashkëpunim do të vazhdojë më tutje, shpresoj që vitin tjetër do të kemi numër edhe më të madh. Partnerët ndërkombëtar që ishin pjesë aktiviteteve në kuadër të kësaj jave janë shprehur të kënaqur me pjesëmarrjen e tyre dhe mikpritjen që stafi Kolegjit AAB u ka bërë atyre. Unë jam mësimdhënëse spanjishtës. Eksperienca ime këto ishte tejet e mirë, pasi që kemi realizuar udhëtime ku kemi njohur shumë çka për Kosovën. Bashkëpunimi me Kolegjin AAB ka qenë fantastik. Kam kaluar shumë mirë. Këtu ka qenë një eksperiencë tejet e mirë. Eksperienca jonë në Kolegjin AAB ka qenë tejet mahnitse, pasi ka qenë diçka më ndryshe, kemi mbajtur trajnime, diskutime e shumë çka tjetër. Istanbul Topkapı University and Konya Technical University, sorry. Këtu kam kaluar shumë mirë. Në eksperiencën time në Prishtinë, fjalët janë të shumta gjithmonë pozitive. Na kanë dhënë shumë ndjenjësi pozitive. Ne e falenderojmë edhe zonjën Venera për prekërarje. Ishte mrekullueshme gjithë java, kemi pasur projekte nga më të ndryshmet, kemi kaluar ditë shumë të mira, specialisht për t'u njoftuar me të veçanta tek këtij vendi. Një rrugtim i shkurt dhe i bukur ishte kjo javë me stafin e Kolegjit AAB. Kemi ndarë mendime, diskutime, eksperienca të ndryshme për të bashkëpunuar. Përshkrimi është patjetër i mirë, pasi ishte një javë për plot eksperienca dhe aktivitete. Do të doja të thoja se kam parashikuar se do të kalonim kaq bukur në Kolegjin AAB.
Eksperienca ime këtë javë ishte e papërshkrueshme. Kemi ndorë shumë çka së bashku me partnerët evropian dhe stafin e kolegjit AAB. Urojmë që përsëri të takohemi së bashku pasi që ja vlen aktiviteti si kjo. Në këto aktivitete kishte pjesëmarrës nga NLA University College, Norvegji, Universiteti Balikeshir, Turqi, Universiteti Konya, Turqi, ASMIKI University of Apology Social Science, Lituani, Newton University, Republika Çeke, Masaryk University, Republika Çeke, Karoli Gaspar University, Hungari. Kjo javë është një dëshmi e qartë e përkushtimit të kolegjit AAB për të qenë pjesë aktive e hapësirës evropiane të arsimit të lartë, duke ofruar një platformë ku dija, eksperjenca dhe kultura ndërthuren për të ndërtuar të ardhmen e përbashkët akademike.